Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Përplasje tension në parlament për çështjen Balluku dhe aktet e dhunës në protestën e opozitës, Berisha përdor fjalë fyese, ndërpritet seanca. Prezantohet projekti për qendrën e re të drejtësisë, një investim me vlerë 100 milion euro, Rama ironizon vendimet e paraburgimit të dhëna nga gjykatat. Socialistët dhe demokratët bashkojnë votat në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s, deklarata do t'i përcillet gjykatës speciale si dhe NATO-s. Gravitet një bank e nivelit të dytë në Tiranë, autori 58 vjeçar qelloi me armë, por arrestohet menjëherë pas krimit së bashku me shumën e parave. Vjojmë qërësisht me lajmet. Shumica dhe opozita u përplasën në parlament për çështjen Balluku. Kreu demokrat Berisha kërkoi heqjen e imunitetit duke përdorur edhe fjalë fyese ndaj mazhorancës, çka solli edhe ndërprerje të seancës, por palët debatuan edhe për dhunën ndaj policisë në protestën e Partisë Demokratike. Për më shumë se 2 orë, Partia Demokratike bllokoi punimet e parlamentit duke këmbgulur që Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit të mblidhet për shqyrtuar kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e numrit 2 të qeverisë, Belinda Balluku. Reni ditë se është vetëm një mandati i Lubi Ballukut. Dorëzoni mandatin, kjo është kërkesa jonë. Seanca u shoqërua me debate, u ndërpret disa herë edhe për shkak të fjalorit përdorur nga deputetët. Kur ndonjëherë të dashur qytetar nuk keni patur në këtë sallë një grup njerëzish të cilët shkelmojnë mbi interesat tuaja jetike për të mbrojtur, më falni, në pamjet parë vithet e Belindës, në të vërtet Edi Rame. Zoti Berisha, do t'ju ndërpritet fjala me një herë. Pjesë e debatit mes mazhorancës dhe opozitës u bë edhe protesta opozitës e datës 10 shkurt. Socialistët akuzuan për dhunë Partinë Demokratike në protestë, duke vënë në duke se ende sot ka policë që po marrin mjekim në spital. Shko dhe shikoj gjithë policët që ishin të shtruar, morën shërbim dhe janë dhe sot. Asnjë, po se je gënjeshtar patologjik i nderuar, je gënjeshtar patologjik, përveç se je dhunues dhe një porositës kronik i dhunës, i derdhjes së gjakut, e ke në gena të gjakun që do ta derdhësh me patjetër. Unë nuk i them turp asaj, se fjala turprohet me te. Asnjë polic i lënduar dhe i plagosur në spitalin e urgjencës, përkundrazi, protestues paqësor, kryengris paqësor, në lulet ballit me plumë gome që mund të çpoj me probabilitetin me të mallkafken. Përballë akuzave të Partisë Demokratike për përdorimin e dhunës nga ana e policisë në protestën e 10 shkurtit, socialistët i kujtuan PD-s protestën e 20 janarit vitit 2011. Në një protestë që nisi paqësore dhe që mbaroi me 4 të vrarë, jo me ujë, po me plumë në lule të ballit, me plumë në lule të ballit. Ndërkaq që opozita shfryzoi parlamentin sot për të bërë apel qytetarëve të bashkohen protestës opozitës në 20 shkurt kundër kryeministrit Edi Rama e qeverisë socialiste. Kryeministri Edi Rama ka zbuluar detajet e projektit për polin e drejtësisë, ku do të vendosen institucionet e gjyqësorit. Shefi i qeverisë nuk e kurseu ironit ndaj gjyqtarëve lidhur me vendimet për zyrtarët e nivelit të lartë. Qeveria ka vendosur të riorganizojë godinat e sistemit të drejtësisë në një qendër të re. Projekti u prezantua nga kryeministri Edi Rama, i cili u shpreh se ky është financimi më i madh i bërë për gjyqësorin, që kushton 100 milion euro. Dhe në ndërkohë që detyrat tuaja i dini dhe i bëni ju, detyra jonë është që të vazhdojmë ta mbështesim sistemin dhe të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që sistemi të funksionojë me kushtet dhe me standardet më të larta. Nuk harroi as batutat sa i përket debateve shkaktuar lidhur me vendimarrjet e tokave të zeza. Kjo është një përpjekje që nuk ndalet dhe nuk kthehet mbrapa pavarësisht surprizave që ju na bëni her pas here
po që janë pjesë e jetës dhe janë pjesë edhe e proceseve tuaja të brendshme, janë pjesë edhe e rritjes, edhe për ta mbyllur. Ky është rasti ideal që të gjithë ne së bashku, duke qenë se dhe ju jeni përfshirë tani, të shkojmë në paraburgim për shpërdorim detyra. Drejtues të institucioneve të drejtësisë vlerësuan nismën. Megjithatë, disa prej tyre ishin të paqartë. Ishte kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi, i cili mori përgjigje lidhur me pikpyetjet e tij nga vetë kryeministri Edi Rama. Në mënyrë se u prezantua duket sikur në këtë pol drejtësie përfshihet e gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese, me sa arrita të kuptoj. Ajo që unë do të doja të theksoja, jo për faktin që jam në këtë detyrë sot, por kushdo që do të jetë në këtë detyrë nesër, apo cili do që e vlerëson pozicionin që ka gjykata e lartë, ai duhet të jetë një godinë e veçuar. Dhe është vërtet që kemi kaluar edhe ne ndërtimit, mos gabohem, për një godinë administrative që prezupozohet që mund të jetë gjykata. Sipas Ramës, kjo zgjidhje do të lehtësonte barrierën financiare për buxhetin e shtetit, pasi në këtë rast nuk do të kishte shpenzime direkte për ndërtimin, por shteti do të përfitonte hapësira të dedikuara për gjykatën e lartë, nëse vendoset që ajo të mbetet në të njëjtin vend. Një 58 vjeçar grabiti një bank të nivelit të dytë në Tiranë, por u kap sapo doli së bashku me shumën e parave. Autori qëlloi me armë duke kërcënuar punonjësit dhe arriti të rrombente 20 milion lek. Pas arrestimit, ai i tha policisë se kreu grabitjen pasi është zhytur në borxhe. Një bank i nivelit të dytë në një nga zonat më të populluara të Tiranës në afërsi të Ish-Parkut ka rënë prej një grabitjeje me armë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 11:15 minuta, në momentin që autori Barzyl Fusha nga Gramshi futet në ambientet e brendshme të bankës me një çantë në krah. Sapo hyn ai nxjerr nga çanta armën e zjarrit tip Kalashnikov dhe qellon një herë në dyshemen e bankës. Fill pas këtij momenti afrohet tek arka dhe arrin të marrë rreth 20 milion lekë të vjetra. Ka qenë një qytetar që ka lajmëruar me njëherë policinë dhe efektivet e komisariatit numër 2 brenda pak minutash kanë mbërritur në vend ngjarje. Sapo 58 vjeçari ka tentuar që të dalë nga banka, është kapur direkt nga policia bashkë me çantën brenda të cilës kishte futur armët dhe lekët e grabitura. Pikërisht ky është momenti që efektivet arrestojnë autorin. Barzyl Fusha, i cili figuron se ka aktivitet në fushën e ndërtimit, në dëshminë e tij fillestare përpara hetuesve të policisë, ka thënë se është i zhytur në borxhe dhe nga presioni për të shlyer ato vendosi që të grabiste bankën. 4 persona janë arrestuar nga policia e Elbasanit pas një hetimi të prokurorisë për trafikun e lëndëve narkotike. Agjentët sekuestruan 41 kg kanabis si dhe armë e municione. Një grup kriminal që dyshohet se shpërndante lëndë narkotike në disa qytete të vendit, si edhe e trafikonte atë jashtë Shqipërisë, është goditur nga policia pas një hetimi disa javor. Operacioni koduar Jug dhe Veri në drejtimin e prokurorisë së Elbasanit u finalizua me vendosjen në pranga të 4 personave: Arben Guçe, Elion Qeva, Fran Pietra, të dyshuar për trafikim të lëndëve narkotike dhe armëve, ndërsa u ndalua edhe Mark Maraca, banues në Shkodër, i cili dyshohet se kishte vënë në dispozicion automjetin e tij për transportimin e drogës. Gjatë ndërhyrjes, njëri nga të arrestuarit, Arben Guçe, ka kundërshtuar punonjësit e policisë dhe gjatë tentativës për t'u larguar ka dëmtuar mjetin e shërbimit të policisë. Nga kontrolli në makinën e tij u gjet një Kalashnikov së bashku me 32 fishek luftarak që dyshohet se do të trafikojë. Ndërsa në automjetin tip Volkswagen Golf të Fran Pietrit u gjet 41 kg kanabis, e cila po transportohej me qëllim trafikimi drejt pikës së kalimit kufitar Qafthan. Të arrestuarit akuzohen për trafikimi i armëve dhe municionit, trafikimi i narkotikëve, kundërshtimi punonjësit të policisë së rendit publik, shkatërimi i pronës dhe shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor. I akuzuari i dosjes së plumbit të artë Henrik Hoxhaj ka rrëfyer të tjera krime në të cilat ka marrë pjesë. Ai ka zbuluar njohjet me personazhet e botës së krimit dhe porositësit e atentateve. Bashkëpunëtori i drejtësisë që humbi statusin Henrik Hoxha rrëfeu njohjen me shokët e tij të dikurshëm të krimit. Ai u përgjigj avokatit për krimet që akuzon prokuroria e posaçme dhe si mori porosit. Një person që ishte vënë nën shënjestrën e këtij grupi kriminal ishte edhe Oti Kila, i arrestuar më herët për llogaritë të njëjtit hetim. Henrik Hoxha thot se emrin e tij e lexoi për herë të parë në listën e Nuredin Dumanit, listë me të gjithë personat që ai do të ekzekutonte. Festim Qolin e njoh prej 20 vitesh. Ai nuk më ka folur ndonjëherë për Nuredinin.
E kam njohur tek ditëlindja e festimit. Festimi më ka treguar se Elvis Dedjen e ka pasur ortak. Nuk e kam kryer unë vrasjen e tij dhe nuk e di kush e ka bërë. Nuk më mbaj mend të kem qenë me festimin ditën e ngjarjes. Nuk kam folur ndonjëherë me Nuredinin për këtë ngjarje. Jam i përfshirë tek vrasja e Dorian Shkozës. Porosia ka qenë e krymit, Erion Alibeajt, por ndërmjetës ishte Nuredini. Shkak ishte pretendimi i krymit se Dorian Shkoza kishte qenë tek vrasja e familjarëve të tij. Nuk ishte informator në atë ngjarje. Elvis Dedja u vra në vitin 2012, ndërsa një vit më pas u vra edhe ëma e tij, Fatmira Habili Dedja, e cila nga dosja plumbi i artë rezulton se shkonte për ditë në prokurori për të zbardhur ekzekutimin e të birit. Ata donin ta vrisnin fillimisht teksa shkonte në Varreza, por mund të zbuloheshin, ndaj e inskenuan krimin e rënd si grabitje. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkëndajemi këtu, natën e mirë.